Drejtori i Drejtorisë Vendore të Policisë Fier Erion Ahmeti mbajti një konferencë për shtyp mbi rezultatet e punës së policisë për muajin maj. Sipas tij, Drejtoria Vendore e Policisë Fier ka evidentuar 264 vepra penale gjatë muajit maj, nga të cilat janë zbardhur 260 raste, duke arritur një nivel zgjidhjeje prej 98.4%. Gjithashtu janë identifikuar 268 autor të dyshuar, ku 69 janë arrestuar ose ndaluar. 190 janë proceduar në gjendje të lirë dhe 9 janë shpallur në kërkim. Gjatë muajit maj janë finalizuar 10 operacione policore dhe janë trajtuar 161 konflikte, kryesisht për motive të dobta dhe çështje pronësie. Në fushën e sigurisë rrugore janë vendosur mbi 11.000 masa administrative, ndërsa janë regjistruar 14 aksidente me 2 viktima dhe 14 të plagosur në total. Gjatë muajit maj 2026 janë evidentuar 264 vepra penale të ndryshme, prej cilave janë zbuluar 260 prej tyre, ose 98.4% të tyre. Në këto vepra penale janë identifikuar 268 autor të dyshuar, si të përfshirë, nga cilët 69 janë arrestuar ndaluar, 190 janë proceduar në gjendje të lirë, si dhe 9 të tjerë janë shpallur në kërkim. Krahasuar me të njëjtën periudhë të vitit kaluar, janë evidentuar 90 vepra penale më shumë. Gjatë kësaj periudhe janë finalizuar 10 operacione policore, si rezultat i të cilave janë arrestuar dhe ndaluar 14 persona. Operacionet policore kanë konsistuar në goditje e veprimtarisë kriminale në fushën e shitjes dhe shpërndarjes së lëndëve narkotike, 3 operacione policore, mbajtjes pa leje të armëve të zjarrit dhe municioneve, 2 operacione policore, kapjen e personave në kërkim me rrezikshmëri të lartë, 3 operacione policore, theksojmë këtu një person të shpallur në kërkim ndërkombëtar, në drejtim të krimeve kundër pronës dhe pasurisë, 2 operacione policore. Pavarësisht rezultateve të arritura, mbeten ende problematika që kërkojnë vëmendje dhe angazhim të mëtejshëm, siç janë: rritja e sigurisë rrugore, shkelja e rregullave të qarkullimit rrugor, kryesisht ato që janë me impakt më të madh është pjesa e agresivitetit në rrugë. Rastet e dhunës në familje, prodhimi dhe shpërndarja e lëndëve narkotike, kryesisht afër perimetrit të sigurisë në shkolla, por jo vetëm. Për adresimin e këtyre problematikave, shërbimet e policisë kanë shtuar monitorimin, kontrollet dhe pranimin terren, me qëllim evidentimin e çdo shkelje dhe palishmërie, si dhe janë rritur kontakte me qytetarët për të siguruar informacion me qëllim parandalimin dhe dëshkimin e shkeljeve që shfaqen në territor.